Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi takon Allahut Azza wa Jalla, te falenderojmë prej tij, ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu para Ramazanit kemi mbetur e kemi pas përfundu hadithin e 30 të 40 haditheve të Imam Neveviut, këto patëm përfundu para Ramazanit. Ndërsa atëherë kemi thonë që do ta vazhdojmë pas Ramazanit përsëri këtë hadithe që kemi lënë derisa ta kompletojna atë libërthin Imam Neveviut që i ka mbledh 40 hadithet. Është libër me rëndësi e sana dhe jemi duke folur rreth këtij libërthi. Dhe kemi mritë hadithi, kemi mritë hadithi 31 me radhë. Jemi të hadithi i 31 me radhë. Dhe ju kemi afër fundit të këtij libri ose libërthi. Hadithi ky vjen prej Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, një sahabi, tha se ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah. Tregon ky sahabi që tha, erdhi pejgamberit alayhi salatu wasalam një njeri dhe i tha, o i dërguari i Allahut, dullani ala amalin idha ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. O i dërguari i Zotit, ky njeriu po tregon ky sahabiu për këtë njeriu se çka e pyeti. I tha, o i dërguari i Zotit, a ka mundësi me më tregu për një vepër që unë kur ta veproj atë vepër me don Allahu dhe me dojnë njerëzit. Vërtet kërkojnë diçka të madhe ky sahabi, ky personi. Ta tregom diçka që kur të veproj, më don Allahu dhe me dojnë njerëzit. Një synim normal që kërejt goti njerëzit sillen rreth qësojna. Me dosht Allahu, veprojnë muslimanët sidomos, veprojnë vepra të mira për me dosht Allahu azza wa jall. Por një herit muslimanët dhe të tjerë tani bojnë ai vepër të mirë të paktën bile le të mdojnë edhe njerëzit. E ky e pyeti për këto dyja. Të veproj diçka që më don Allahu, kur ta bëj çat punë më don Allahu dhe më dojnë njerëzit. Atë si ja kthej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Nëse po don që shto tha pro, bëhu asket. Në çështjet e dunjas ka me të dasht Allahu. Wazhad fima fi aidi an-nas yuhibbuka an-nas. Edhe bëhu njëri asket në atë që ka njerëzit në dorë, kanë me të dasht edhe njerëzit. Bëhu asket në atë që në çështjet e dunjas të don Allahu. Bëhu asket në atë që njerëzit e kanë në dorë, kanë me dashur edhe njerëzit. Ky është hadithi që ka sjellë Imam Neveviu dhe këtë hadith e ka sjellë gjindet në tek Ibn Majah, Qaili ka thonë gjithashtu në Du'afa al-Kabir, Tabarani, dhe të tjerë. Sheikhul Albani në Sahih at-Targhib ka thonë kur i mbledhën rrugët e këtij hadithi bëhet i mirë. Megjithatë, hadithi thon drejtën ka në zinxhirin e burrave që e sjellin këtë hadith, e ka një njerëz që quhet Khalid ibn Amr. E Khalid ibn Amri ky, me thon drejtën tek hadithologët e parë, janë një fjalë se është i dëpt. E qartë? Edhe kur një transmetues është i dëpt, hadithi është i dëpt. Bile, për tyne Imam Ahmedi, Imam Ahmedi, dhe në zakonisht kur t'i referohemi hadithit, është apo s'është i vërtet, gati zakonisht kemi këtu çka tha Imam Ahmedi. Çka tha Ibn Ma'ini, çka tha dietot Imam Bukhari dhe këta. Imam Ahmedi tha për këtë burr tha lejse bitiqa. Nuk është i besueshëm. S'është burr i besueshëm ky Khalid ibn Amri, ky një prej burrave që ka sjellë këtë hadithin që e përmenda më lart. Ndërsa Imam Buhariu ka çortu, ka fol koxhoran për ton. Ka thonë munkar al-hadith. E kjo munkar hadith është vërtet është erron. Po edhe më tron më të qartë ka thonë edhe Ibn Ma'ini, që thash do të më rikthyer atin çka po thonë për hadithin. Ibn Ma'ini kjo ka thonë është bile e ka akuzu për gënjeshtër. Dhe, kur një hadith sillet dhe në burrat e atyre në zinxhirin e atij hadithi ka një burr që ka gënjy,
hadithi është i dopt, hadithi është i dopt. Ndërsa Ibn Rajebi në Gjami al-Ulum ka thonë se i ka dy dobësi hadithi Zinjiri, i ka dy dobësi. Konkluza hadithi me thonë është i dopt. Por pja marrmi Sheikhul Albani që ka thonë që me mbledhjen e rrugëve bëhet i mirë. Po tash ndash e marrim si dopt, ndash çdo Sheikh Albani që ka thonë, neve tash po na intereson se çka ka thonë ky hadith, çka mund na më shumë me kuptu për këtij hadithit. E qartë? Çka mundemi më tepër me kuptu për këtij hadithi. Por para se me hi tek hadithi, para se me hi te hadithit, 2 a 3 fjalë ti themi për sahabijun e vogël. Për sahabijun Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiyut, kë të këshirë 2 fjalë. Ky sahabi në fakt ka qenë sahabi dhe baba i tij ka qenë sahabi. Por baba i këtij sahabijut ka vdekur duke qenë pejgamberi gjallë. I ka vdek baba i tij. Pastaj është interesant se ky transmetuesi këtij hadithi ka jetu gjatë. Në short, nëse këshyrim se në cilin e vetë hijri, se na kur themi në historinë islame se kur ka vdek, i këshymi vitet hijrije, hënore, jo diellore. Sipas kalendarit hënor, kur ka vdek, disa kanë thonë ka vdek vitin e 88 hijri, disa kanë thonë 91 hijri. Por konkluza, shka thonë al-Waqidiu, sa vjeçar ka qenë ky sahabi kur ka vdek? Ky sahabi transmetuesi këtij hadithi, që ala sinan hadith, transmetuesi këtij hadithi thotë se al-Waqidiu kur flet për to, thotë se ka jetu 100 vjet. 100 vite. Dhe është sahabiu i fundit që ka vdekur në Medinë. Nëse ju pyetni kur cili është sahabiu i fundit që ka vdekur në Medinë, është Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiu. Ibn Hibban, njëri për të njohur në çështjet e hadithit, thot, është interesant se ky sahabi se ka pasur emrin në fillim Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiu. Se ka pasur Sahl. Sahl nëse përkthehet është diçka lehtë, e lehtë, me të shku lehtë. Por se ka pas hazan, pikëllim, mërzi. E ka pasur kështu. Por pejgamberi alayhis salatu wassalam kur i ka thonë si ke emrin, ka thonë Sahl. Jo, ka thonë hazanun, pikëllim. Jo, ka thonë atëherë po prej tash le të mbetet emri jot Sahl, let. Edhe ka pas adet pejgamberi alayhi salatu wassalam që nëse një sahabi, një shok i pejgamberit e ka pasur një emër të trishtueshëm, e ka pas një emër që ka tregu për shembull si rob ndaj dikujt tjetër, për shembull Abdu Shams, robi i diellit, ja ka ndryshuar. Jo se rob në emër të Zotit, jo rob diellit. Nëse ka pas në një për shembull emër trishtueshëm, sikur sahabiu kë e ka pas Hazan, thot Ibn Hibani. Hazan pikëllim, ja ka ndryshuar kundërtën. Sahl, të lehtë me shkusanet. E ka preferu pejgamberi emrat kur janë të trishtueshëm, të rëndë, çtir ose që tregojnë robëri ndaj dikujt tjetër, ja kanë ndryshuar sahabeve. Që nga kjo, mujna me kuptu. Dhe na, se nuk është mëkat, nëse ki emrin, nëse njoni prej neve sët, e ka një emër të rëndë, çtir, që kuptimi i këtij, si kërë që thojnë për, disa ma kanë thonë, disa xhallar, nashta pak për hajgare, po mu s'm ka rasis, diçka të ngjashëm ka rasis, po çfarë që pa tham, s'm ka rasis me një vetë. Njoni tha, çysh e kemë? Këson khinzir, e kam emrin khinzir. Ai se ka diçka vjen khinzir. Ka që më khinzir, unë kam emrin me Kur'an e kam. Me Kur'an. Kam pse çka ka? Po khinzir do të thotë derr. Kështu që po me Kur'an e kam, po në Kur'an Zoti ka thënë do mishi ose i derrit është haram. Ndroje këtë emër. Në rëndësi, a ka menu që është me Kur'an, përse ka di që është keq. Edhe sët, nëse njënë e ka amin të shëmtuar fërt, s'ka mëkat nëse ndryshuhet emri në të mirë. Kjo ishte pra sa. Pastaj kjo nëse këshyme se sa hadithe i ka transmetu kë, thuhet se i ka transmetu një 188 hadithe. Kë Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiu transmetu si këti hadithit. Dhe kush ka morë dije për ti shumë njerës të mbajt hadithit parë, prej ty në bërë edhe shok i pejgamberit Ebu Hurajra. Keni ndëgju kur thamë ka thonë Ebu Hurajra ka transmetuar deri në fund, edhe Ebu Hurajra një prej xhallarëve që ka pas edhe këto. Ka marrë mësim edhe prej këtij. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, tjetër kosh Sa'id ibn Musayyib është i madhi i tabenve, i gjeneratës së dytë, më i madhi, i gjeneratës së dytë. Pastaj Zuhri, Ebu Hazimi,
pastaj edhe djali i tij, Abbas ibn Sahli, ibn Shihab az-Zuhri, edhe të tjerë të mëdhaj hadithit, kanë marrë hadithe prej transmetuesit të këtij hadithit, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiyut. Mirë. Ky është me tash në hadith. Hadithi ke, e në njeri tek pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha, o i dërguar i Zotit, a ka mundësi më mësu një vepër, tregam një vepër që nëse e veproj me don Allahu, edhe me do njerëzit. I lypi dyat. Edhe me don Allahu edhe me do njerëzit. Pejgamberi tha, po, nëse dush me dashur Allahu, edhe me dashur njerëzit, me dashur Allahu tha, bahu asket në çështën e dunjos. Bahu asket në çështën e dunjos. Po nëse dush me dashur njerëzit, bahu asket në atë çka njerëzit e kanë në dorën e tyre. Prej këtij hadithi kuptohet se sa kanë qenë të interesuar shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam me i ditë sa në çka i sillin dobi. Me ditë sa në çka i sillin dobi. Që kjo duhet me figuru edhe në mesin tonë. Me pyet ose hoxhën ose njërin e dijes, me pyet cila më sjell dobi mu. Si në çështje dunjos, ky sahabi e pyeti edhe çështje dunjos, më çom do njerëzit, por edhe në çështje tek Allahu azza wa jall. Unë doshtë Allahu. Sahabi kështë kanë qenë të interesum, me këshysh ka i sjell dobi. Edhe neve, do të këshyrmi se cilat janë gjërat që na sjellin dobi si në dunjë dhe në ahiret, e jo me këshyr, me hallakat për çështjet që na sjellin dëm si në dunjë, çashtu edhe në ahiret. Për shembull, janë këshyr, hajt musha me gjet, mos pegjoj rastësisht atë shitësin e drogës. Kjo dëm dunjë, edhe dëm në ahiret. Ose ta gjoj një që është vrasës, edhe të punej me pare. Se une, tham pagum që ka që të vrasën e na i kanë, kjo është me kërku të keqen si në dunjo dhe në ahiret. A shok të pejgamberit, kërkëshin që në është e mira, si për në dunjo, që ju sjell dobi, ashtu edhe për në ahiret. Pastaj, hadithi që e tregoj ato ky sahabi shumë i sinqert, edhe ky njeriu që e pyeti shumë i sinqert, e pyeti diçka që tabiati njeriu, natyrshmëria e njeriu zakonisht sillet rreth kësaj, që veç ta jam i kënaqur me Zotin, të kënaqë Zotin, edhe të kënaqë njerëzit që më rrethojnë. Për këtë e pyeti, çka të bëj diçka që të më don Allahu, edhe çka të bëj diçka që të më dojnë edhe njerëzit. Pastaj pejgamberi sa interesante e ja kompletoj. Ndesh me të dashur njerëzit, atëherë bëhu asket në çështje të dunjos. Që kjo fjala asket, është pak fjallë moderne, fjallë e rejnë ashta, arabisht është zuhd, zahid me konë. E qka është me përty një loj definicioni, se janë shumë definicioni, kur quhësht ti që ke asket në çështje të dunjos, e atëherë po të doj ka Allahu azza wa jall, tash mu sham ja rëmbullak së juve. Sheikhul Islam ibn Taymija ka punë një lloj definimi, ka definime të tjera, por një herë po e bëj Sheikhul Islam pas në kalim tjetrin, thotë se asket quhet njeriu thotë që e kalon ato çështje i lën çështjet që si sjellin dobi në ahiret. Cila do të qoftë ajo vepër çka ti e vepron. E din që veprimi që asoj vepre nuk të sjell dobi në ahiret quhesh asket. Zahid. Tamam? A kuptova? Për këtij lloj definicioni nuk do të thotë që gjithçysh me flet shplut, gjithçysh me flet ngur, e sa ne mos me pas shtëpi, nuk kuptohet për këtij definicioni. Por disa të tjerë kanë definuar dhe më ndryshe. Njeriu asket është ai njeriu që dunjon e tij, dunjos, parës, nuk ja le vendin në zemër, por ja le vendin në dorë. Edhe atë në dorë, e ka dunjon dorë, edhe i pregaditur që sa herë të ka nevoj më ndihmu feja, sa herë ka nevoj me dhonë për me kënaqë Zotin, aje jep. E kuptove? Nga që ke drejni se dishan këpraca fërt, që edhe që është me ndihmu fejes, me ndihmu dinit, me bo një liber me nëzirë, ose një gjami si me ndihmu, së një mërë, që së një mërë bidores. Kjo së është asket. Kjo është hinë në grupin e atyre që Allahu nuk është i kënaqur, nuk e dën. Ndash me të dashur Allahu ka për dunjon, pa të svote ai që ka ndur, se ka der tash ka pora s'ka pora. Një poshtë
Alhamdulillah që frizon për marrë për mirë, edhe ku është i kënaqur Zoti, edhe më një herë pret, mos kanë kon që të ndihmoj fesë, të ndihmoj në xhamis, të ndihmoj në njeriu. Se ka det. Se e ka dur. Në këtë më hek pi dorës, në zemër s'ka prek. E tash ju më nësi lloj definimi. Nëse nai kujt i ka një dunjoja në zemër, që kur të ka i lumjaj, është më i gëzuar i njeri. Kur s'ka, është si krejt dunjoja në kry ka hyp, edhe krejt problemet e dunjos i ka këtë alemit i ka në kry, për shkak se s'ka pore. Kështu jo, ndesh me konë me dash Zoti, dunjoja mohët në ndorë, si pas këti definimi. Ndërsa, Ibn Rajebi, kër ka folë për këtë hadith, ka thonë kjo hadith shumë qartë, na ka të regu dy tipare, nëse i ki dy tipare, i ki dy të mira, të mdoja. Tipari parë me konë asket në qështë e dunjos, që përmenda, edhe tipari i dytë me konë asket në çështje çka ka njerëzit në dorë. Si ti ki qëtu dyja, i ki punt me njerëzit mirë, edhe i ki punt me Allahun mirë. E që kjo me post asket çka ka njerëzit në dorë, çka kuptohet? Kjo me konë asket çka ka njerëzit në dorë është mës me këshyrë veç gjepat e tjetrit, edhe me këshyrë apo më jep, as po mjep. A ti lypi me njëherë që ti, a mës ti lypi. Nëse i edhe i til, atër valla, njerëzit kënë mos qelë ma mirë me ty. Njerëzit kime vlejt tek njerëzit. Ama nëse ti, edhe nëse i varfër, po s'këshyrë dish apo më dojnë njerëzit, atëherë je i pasur, je asket shka ka njerëzit në ndorë. E s'jurri gati vish me i lyp njerëzve, sepse të parët të në thanë, me i lyp njerëzve, nëse fillon me i lyp njerëzve shumë, atëherë edhe nëse ki vlerë, edhe nëse ki dije, edhe nëse ki, por reputacioni jëtë në sytë të tyre bjen. Jam të shkurtu pak më shame kompletu hadithin. Po e bi një hadith tjetër interesant, që lidhet pak me dunjon e ka prit një megje, shikoj e bëne ka thonë është një mirë, ka thonë mon e men, ka thonë e dunja me l'une, dunjoja është e malkuar. Më nga të regu që kjo hadith, sharimin në që thoi shka e thash, mësu kapni për dunjo, krejt gjithë qysh vitë dunjo. Se hadithi tha dunja me l'une, dunjoja është e malkuar. Me l'unetun ma fiha, illa dhikrullahi wa ma wallaha, au alimen au mutaallima. Tha dunjoja është e malkuar, dhe kereq ka konë dunjoja të malkuar. Me preashtim, tha pejgamberi. Kush? Përmendja e Zotit. Edhe ajo që hin në rendin e sajna. Përmendja e Zotit është prej asoj që të shpëton ty mës me hin në malkim. Në asoj që është e malkume. Përmendja e Zotit, edhe çka është në rendin e saj, falja namazit, kryerja e obligimeve të Zotit. Çtin që atë rend, mos me hin në rendin e të malkuarve. Për ndryshe, je në rendin që tha pejgamberi dunjoja e malkume, shpëtojnë prej qasi malkimi veç kush? Ata që përmendin Zotin, e që vazhdimisht të përmend Allahun, të e përmend ahiretin, të mirat, edhe kështë më rrë. Njët e ahiret dhe dunjos, që arridhin për fesë. Pastaj tha, përveç asoj, kush shpëtoj ka? Përmendja Allah dhe ato që janë kodët sojna, si kryerja obligimeve, au alimen au mutaallime, shpëtojnë për i malkimit djetari. Mulla, që përmendi Haxhia më herët. Mulla shpëton, djetari shpëton për i malkimit. Au mutaallime, ose ata që ngojnë mas dijes, ata që ngojnë me nxo dijen. Ata janë të shpëtum për i malkimit. Këtë dunjoja po sjell ka, vesh me përmend Zotin. Me përmend Zotin, me këshy me mësu për Zotin tënd, me mësu për pejgamberin tënd. Për këta dhe Allahu na paton në ajeti që na kanë përmend, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë njerëzit dhe gjenet për tjetër si kam kriju, por veç që të me adhurojnë. Apo e vreni, nuk don të thot këtu. Nuk kemi ty përmend që na do të me lon tash të me hes me teshat shkyra. Kur përmend me kon asket, se ky hadithi krejt na sjell neve, bahu njëri asket. Nuk e kem përse me kon asket me hes me teshat shkyra, edhe me shku mjashti dorë njerëzve, e me dal para jo kështu. Por ti këto na ka mësua Allahu, kur ka tregu për pejgamberin çysh është lut, dhe pejgamberi ka përdorur këtë do shumë. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, am të mira në dunjë dhe në ahiret, edhe shpëton prej zjarrit të xhenemit. Na lypmi edhe dunjon
edhe ahiretin. Por çështjet e dunjas, bas i kemi veç në dorë. Një poshmi elhamdulillah, si poshmi apet elhamdulillah, nuk tranemi. Kjo është konkluza që u përpiqja me mbledh rreth këtij hadithi të 31-it të radh që vjen prej Sahel ibn Sa'd al-Sa'idiut, e inshallah herën tjetër kalojmë në hadithin 32-ën me radh. Lusmi Allah të na fort na mëshirën. Lusmi Allah azza wa jalla xhenet me pejgamberët e na takon walhamdulillahi rabbil alamin.